me pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask about. Kemi njerëz, sot është një ditë e mirë për të rekorduar veten sepse unë sapo erdha nga shkolla dhe thash doja fut gjumit. Por diçka ndodhi, diçka e përpritur ndodhi dhe unë kisha lënë një vazo tek kjo kanate e dytë edhe siç lëviz bën një lëvizje Fortnite, kështu një lëvizje me këngën e Sexy Red. Theva një vazo të madhe, gjigande, qelçi edhe këtë video po e rekordoj mbi xham. Çfarë do thoni juve? Do shta të futet xhamin lëkur, po fut varilesh do dali diku. Edhe jam me jeanse, nuk kam të shkurta. By the way, shikoni outfitin tem, sepse, not the flip-flops. Mos e shikoni shapkat, janë të motrës. Sot është të vlisja për një temë shumë të rënd. Do thoni juve që do bëj sot? Do I përgjigjemi pyetjeve të vogut. Shndrit. Po, pyetjeve të vogut do I përgjigjemi sepse unë gjithmonë përgjigjem shumë sinqert se ashtu dua, edhe ashtu më ndjen. Por, Okej, nisem me pyetjet. As you can see, laptopi im është laptop I çuditshëm sepse bëhet për shumë funksione, mund ta përdorësh si rashk, mund ta përdorësh për telerenet, mund ta përdorësh si mikroval. Varet, unë e përdor si preskuse ndonjëherë, po thjesht duhet ta kthesh nga ana këtej, është shumë fleksibël. You see? You can close it, you can open it. Po tani na duhet I hapur se duhet të lexojmë pyetjen. Pyetja e parë është: cila është perandoria jote romake? Pra, diçka që ti mendon shumë shpesh për ditë. Perandoria ime romake normalisht do jetë një pul. Sepse gjithmonë mendoj faktin, pula vezën apo veza pulën, është misteri më I madh që fshihet edhe pas fesë. As veja nuk e shpjegon dot. Kur mendoj për perandorinë romake, kam përballë një vezë dhe një pulë. Edhe them, cila ka? Okej, pyetja tjetër është: cila nga karakteristikat e shenjës tënde të zodiakut përshtaten më shumë me karakterin tënd? Unë jam një luan dhe duhet theksuar unë jam një luan gushti, jo një luan koriku, sepse luanët e korikut janë luan të vegjël, se janë luan kështu shtatanik, sepse kanë lindur 7 muaj më parë, domethënë 7 muaj pas. Kurse unë kam lindur në gusht. Që vetë 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, gushti muaj 9. Edhe do të nxjerr një kalendar të ri, e kam menduar shumë shpesh se Augusti ka qenë një mbret egoist, deshte që të përfitonte nga muajt e tjerë dhe I mori shkurtit 4 ditë, diçka këtillë. Prandaj gushti dhe koriku ishte mirë. Më tien. Pastaj gushti mori edhe ditë plus. Prandaj kur vem këtu, kur numërojmë ata muajt, themi 31 korik, 31 gusht. A bën sens? Vetëm se Augustus, një perandor kështu, deshte që muaji që përkonte me emrin e tij, të kishte 31 ditë. Edhe la shkurtin si gjunafçar. Veç 1 në 4 vjet shkurti sikur ngrohet, po. Kështu është historia, në qoftë se dini. Dhe në qoftë se ne ndjekim një kalendar hënor, që është 28 ditë çdo muaj, edhe kemi gjithsej 13 muaj, nuk është se kam bërë një kërkim për këtë, thjesht e di që kështu funksionon. 28 ditë përkojnë edhe me ciklin e hënës, dhe ai do ishte kalendari perfekt, edhe ne do të përshtateshim shumë mirë me kohën. Por për shkak se kemi këtë kalendar, ku muajve që nuk duhet I jepen ditë, actually I jepen ditë, aktualisht I jepen ditë edhe kanë ditë plus, kanë ditë ekstra, kjo është arsyeja pse njerëzit nuk e menaxhojnë dot mirë kohën. Është e gjitha kjo një konspiracion. Por, mua më bën sens. Imagjinojeni sa I rregull do ishte viti dhe sa I rregull do ishte kalendari, nëse do kishim 13 muaj, secili nga 28 ditë, çdo muaj do niste të hënën. Domethënë 1 janar, 1 shkurt, 1 mars do ishte ditë e hënë, edhe çdo ditë do përkonte me ciklin e hënës. Domethënë hëna do mbyllej për 28 ditë, do bëhej hënë e re, hënë e plot si thuhet, dhe pastaj prap do mbyllej, do bëhej hënë e re dhe hënë e plot për 28 ditë. Pyetja tjetër është: ku e sheh veten tënde pas një viti tani? Këtu. Ja, fiks, ja. Fix, këtu është se çfarë do bëjmë për një vit për zotin. Se po të ishte pyetja për 10 vite, ndoshta do ishte ndryshe, po
edhe po t'ishte pyetja ashtu, nuk do përgjigjesha në kamerë sepse nuk dua të them planet e mia. Të thuash planet në publik ndonjëherë ndikon për keq, sepse është ai syri keq i vëllai që ndoshta ekziston, edhe unë s'do të marr riske të mëdha se ndoshta ekziston, se gjithmonë që unë kam thënë një plan pa ndodhur nuk më është realizuar, dhe këtë e kam nga eksperienca edhe e vetes time dhe shumë personave të tjerë që më kanë thënë që asnjëherë mos trego planet afatgjata që ke për veten tënde tek të tjerë, sidomos tek persona që ti nuk i beson. Sepse sa mund t'i thuash një personi që i beson shumë dhe ata ndihen shumë mirë me këtë fakt që ti do bësh një arritje në të ardhmen tënde. Por mos i besoni asnjë njeriu për sekretet tuaja. A ke patur ndonjëherë crush në një personazh të animuar? Ka qenë një Pokemon, një si tip bime, çka ka qenë edhe ata kanë patur shumë që period, nëse je gjallë, shout out to you, nëse më shikon diku se unë besoj te Pokemonat akoma. Mendoj se akoma ka Pokemon, se njëherë kemi gjetur një me kushërinë time edhe pse ishte kështu i bardh, më thënë ishte një si lloj zhapiku, si lloj lizardi, nuk e di si t'ja u them, si një krokodil i vogël i bardh, albino, edhe unë mendoj se ai ishte një Pokemon. Ndoshta nuk ishte, po e di që ka qenë një specie në zhdukje. Pokemon, që do thotë së për ecje në zhdukje mbrapsht. Pyetja tjetër është, a beson në magji? Jo. Ka shumë raste që më thonë që besojnë në magji, se i kanë ndodhur magji, kanë patur raste që i kanë bërë magji. Unë nuk besoj në magji. Girl, kishte një kohë që unë besoja, po tani e mendoj edhe them, bosa budalla kam qenë se literalisht, besoj në transferimin e energjive, nëse rri me një person negativ do ndihesh keq, por nuk besoj që po të lidhesh një vezë me një patate me 5 fije e perit kuq do thesh këmbën. Para shumë kohësh kanë ekzistuar këto magjisë, s'kishin çfarë bënë njerëzit, se po mos kesh as telefon, as TikTok, kupton, normale do çash dy gur, do i bashkohesh, do lidhesh dy pera dhe mendoj se gjitha kjo është një rastësi, domethënë nëse një personi ti bën magji dhe ai ti personi ti ndodhi diçka e keqe, më shumë mendoj se është rastësi se sa vërtet ka funksionuar magjia. Cila është gjëja më e sikletshme që ti ke bërë dhe nuk i ke thënë askujt? Tani unë që kam bërë edhe se kam thënë askujt nuk kam, po që kam bërë dhe i kam thënë këtyre personave që i besoj, që i kam të afërm, jo i besoj, po thjesht i besoj. Kemi shkuar, unë dhe kushërira kemi shkuar në kafe, pa ditur që personi që kemi shkuar, pra ishte një grua e huaj, ajo ka qenë prostitut, po thjesht na ftoi dhe në shkua. Por ndoshta do bëj një histori tjetër për këtë, sa është goxha histori e gjatë. Cila është dhurata perfekte që do doja të bënin për ditëlindje? Pare, zemra, pare, mani për mani. Ka vite që e kam problem t'i bëjnë lek, po unë jo se kam qef, domethënë do ishte zgjedhja e parë që do doja për ditëlindjen time, por nëse nuk dini çfarë më bëni për ditëlindje ose nuk dini çfarë t'i bëni një personi për ditëlindje, i jep janë lek o vëlla se i ble vet, kupton? Nuk është kaq e sikletshme sa ç'bëhet, nuk është big deal. Thjesht jepini lek dhe le të blej çfarë doj. Se për shembull nëse do i blini një bluzë 15 euro, ndoshta ai se pëlqen atë bluzën dhe me 15 euro mund të blini një bluzë që vërtet e deshta. Kështu që jepini lek, sepse leku nuk është gjë tjetër veçse mundësia e blerjes së çdo dhurate që ai personi do. Mendo zgjuar, jo vështirë. Act smarter, not harder. A ke qenë ndonjëri bullizuar? Po. Unë mendoj se çdo njeri bullizohet në një farë pike, po e dini juve. Nëse ju më dini mua, ju e dini sa më intereson mua. Domethënë, bullizimi është gjë e mirë normalisht që mund ndikoj edhe kështu, po mua s'më bën më përshtypje, domethënë. Edhe është mirë që edhe ju të mësoni me faktin që mund të bullizoni, sepse ka persona që çfarëdo që ju të bëni do e gjykojnë në një farë pike, çfarëdo që ju të postoni do e gjykojnë, çfarëdo që ju të mendoni do e gjykojnë, po në fund të ditës ne veç këtë jetë e kemi të sigurt që e kemi. Ky është qëllimi i jetës, shijoj jetën ashtu si çdo, pa menduar për se çfarë do mendojnë personat e tjerë. Mos u lodhni me fjalët e të tjerëve, se në fund të ditës asnjë nuk mendon realisht për ty. Janë thjesht fjalë, janë thjesht gjepura, kupton, janë fjalë që mbretin, por në fund të ditës nuk është se ka ndonjë efekt apo impakt të madh si në jetën e atyre që e thonë, edhe si në jetën tënde. Cila është frika jote më e madhe?
frika ime më e madhe normalisht është plakja. Edhe jo plakja thjesht fizike të rrugësh, edhe ajo më tremb shumë normalisht. Se është e frikshme të rrugësh, mos jesh ai person që ke qenë më parë, po edhe plakja internale nga brenda, kupton? Të plakin organet, mos jesh më i aftë të vraposh, mos jesh më i aftë të bësh aktivitete të ndryshme, mos kesh më durim, mos kesh më nerva të dalësh, të socializohesh edhe kështu, mos e kesh trupin aq të aftë sa për të ngritur një peshë apo diçka, mos jesh i aftë të bësh kujdesin e vetes tënde. Kjo është frika ime më e madhe mbi të frikrat këtëve. Pastaj nëse flasim për fobi, jam shumë klaustrofob. Nga vendet e mbyllura, pavarësisht se unë dua të shkoj në një shpellë një ditë edhe ta eksploroj shumë thella të shpellën, dhe kam në mend që në shpellë dua ta eksploroj. Pavarësisht kësaj, nëse unë jam në një ashensor ose diçka që është shumë e ngushtë, literalisht kam kështu si fobi. Çfarë mendon se ndodh pas vdekjes? Asgjë. Çfarë prisni akoma? Unë nuk besoj në teoritë konspirative, edhe pse më duken shumë interesante. Domethënë se kanë shumë gjëra kështu kur lexon, thua, "Ua, sa bukur të shkruash një roman", nuk mërzitesh, por nuk mendoj se ndodh diçka pas vdekjes, thjesht mendoj se vdesim dhe kaq është jeta, se kështu funksionon jeta, ka një fund. Edhe kjo më bën të kuptoj që duhet ta shijoj këtë jetë që kam, këtë jetën e sigurt që kam në maksimum, nuk besoj që ka parajs ose fer. Respektoj personat që mendojnë që ka parajs dhe fer dhe bëhet një gjyq në bazë të sjelljes tënde në këtë jetë për të shkuar në parajs edhe në fer, po unë besoj tek e mira absolute, që do të thotë, kur unë e bëj të mirë, nuk e bëj për interesin tim, nuk e bëj për të shkuar në parajs, thjesht e bëj se ashtu e ndjej, e bëj se ashtu e mendoj të drejtë, edhe them që kjo e mirë është e mirë absolute, e bëj pa menduar që universi do ma kthej këtë të mirën, do më kthej good karma, karmën e mirë një ditë më vonë, në një të ardhme të më vonshme. Jo, thjesht e bëj se e ndjej, sepse kështu dua ta bëj. Edhe nuk mendoj që ka njerëz perfekt, ka njerëz që kanë veç të mira. Unë nuk jam veç i mirë, edhe unë kam të këqija, si çdo kush, kupton? Njerëzit janë pjesë e zinxhirit. Duam s'duam, ne jemi pjesë e zinxhirit të gjallësave. Edhe si çdo gjallës tjetër që kemi dhe pre dhe grabitçar, që kanë dhe të mira dhe të këqija, edhe ne njësoj jemi. Pavarësisht se jemi njerëz edhe jemi më të zhvilluar, më të emancipuar nga pjesa e trurit. Po still, po prapë jemi pjesë e zinxhirit, edhe si pjesë të zinxhirit të gjallësave jemi po aq të mirë sa jemi dhe të keq. 3 mënyra se si ti menaxhon stresin. Gjumë, hashëndetshëm, edhe një kafshë shtëpiake do ndihmonte shumë. Për stresin nuk është e nevojshme të përdorni mekanizme që janë jo të shëndetshme për ju, si për shembull të bësh i varur ndonjë website ose të bësh i varur ndonjë lloj substance. Jo, nuk ju duhet kjo, as të futeni në një lidhje toksike vetëm se nuk doni të ndiheni të vetmuar, ose nga që thjesht doni të harroni problemet që keni, edhe prandaj mundoheni që të kapni diçka të re, që të merreni me diçka të re, dhe shumica e personave futen në një lidhje vetëm për të harruar problemet që kanë, hallet që kanë. Po jo, mos e bëni këtë, thjesht kujdesuni sa më shumë për veten, se ju them unë nga përvoja. Jo sa unë kam bërë mekanizma të këtillë, po thjesht po them që nëse sa kujdeseni për veten, normalisht do ndjeheni më mirë. Edhe gjithashtu edhe të lahesh. Unë lahem, ka raste lahem gjysmore, ka raste lahem për 5 orë, like futem në orën 4 dhe dal në orën 9 ka dushi. Qa bëj, eksfoliohem, përdor 3 shampo, bëj mas koke, bëj mas trupi, bëj skrap, bëj çdo lloj gjë që mund të bëhet në dush. Edhe dal, edhe ndihem shumë herë më mirë. Këtë ishim për tje për sot, shpresoj t'ju pëlqejnë, nëse s'ju pëlqejnë, ju pëlqefshin. Paçi, ju duam. Edhe bëni subscribe, se shikoni këto edhe nuk bëni subscribe, ç'a jeni kështu për zotin.